Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kem nderin që të prezantojmë Arsim Rexhepin. Është organizator, producent dhe mbështetës i projekteve filmike me preardhje nga Komorani i Kosovës, ndërsa jeton dhe vepron në Kanada. Ai është organizator në promovimin e mbështetjes së projekteve artistike dhe kinematografike shqiptare, duke kontribuar në zhvillimin e filmit dhe kulturës shqiptare në diasporë. Rexhepi ka lidhje të ngushta me projektin e filmit Kanxhelet, ku ka shërbyer si organizator dhe producent mbështetës projektit, ndërsa regjin e filmit e mban Paton Bajraktari. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Arsim. Sa bagashin e madhe pas ke pas. Bre, si ja je mirë, si po kalan? Mirë, faleminderit. Përshëndetje Noli. Unë po besoj që ju atje në Amerikë jeni mirë, e po ja kaloni mirë. Faleminderit për ftesën, faleminderit për kohën. Edhe pse je shpërngul në Kanada për shumë vitesh, vend lindja jote nuk të la rahat dhe je kthy dhe ke filluar. Si nisi rrugtimi juaj në film, pra? Faktikisht, rrugtimi im film ka nis para se me u shpërngull, me jetu në Kanada. Unë vetëm i kom vazhdu aty projekte që i kom nis në Evropë. Masandej kemi vazhdu të në Kanadë, mi përfundu. Kjo ka qenë. Para disa diteve më duket e keni pasën edhe një promovim të premierës të filmit Malash, që është shfaq në Toronto para disa diteve dhe të pash me të vërtet aq shumë që të respektuan edhe ty, të dhanë fjalën si kemi këpritja për atë film. Po, filmi Malash ka qenë në shfaq premierë para disa dite në Toronto, në Ontario, ndërsa tash po planifikojmë shfaqje edhe në disa shtete tjera. Organizimi, pritja, gjitha ka qenë faktikisht shkëlqyeshme, kështu që kemi kalu mirë. Do të flasim pak për çfarë mesazhi përcjell ky filmi që keni filluar jo të Kanxhelit. Kanxhelet, nëse marrëm termin si term Kanxhelet, janë ato dritaret e vogla që ndahen me ata hekurat në mes, pjesët e vogla zakonisht dritaret burgut. Po në këtë rast në letërsinë, nëse e marrëm Kanxhelet, është dy pjesë e të vërtetës ose dy anët e një tregimi. Që në këtë rast është Evropa, Kosova dhe është Amerika, shteti Kanadas. Sa ka qenë e vështirë për juve që të realizohet kjo, si u nisa e struktura e këtij filmit edhe kush ishin iniciatorët edhe çka do të prezantoni, çka do të vini, na trego pak më shumë. Si fillimisht skenarin e ka shkruajt Ilir Shaqiri, këngëtari jon. Arsyeja pse është involvu në skenar ka qenë për shkak që gjatë luftës, një nan kur i lind dy vajza edhe vdes. Mirë po vajzat arrin me mbjetu, njëna merret nga pres apo gazetarët kanadezë dhe rritet në Kanada, ndërsa tjetra binjoke rritet në Kosovë. Mas shumë vite, i bashkon një koncert për nanën e tyne në Prishtinë dhe njëna tjetrën si dy motra binjoke. Po menoj që arsyeja pse është involvu Ilir Shaqiri në këtë skenar ka qenë për shkak se nana Ilir Shaqirit ka qenë ajo që e ka ndihmuar gjatë lindjes atë gruan, gjatë luftës në male të Drenicës. Kështu ka fillu, masanena Faton Bajraktari, kolegu jon, shoku jon, e ka marrë në regji. Masandena unë në produksion, edhe kështu kemi ardhur deri te përfundimi. Masandena është përkrah projekti nga Qendra Kinematografike e Kosovës,
është një film i metrazhit gjatë, fillon me luftë, mirë po është dramë, është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Kur kanë fillu këto të ekspozohet ky film, se pash diçka edhe në Zvicër atje, diçka keni bërë një... Kur ka fillu ky projekt? Projekti ka fillu faktikisht para disa viteve, si ide, si projekt kështu, mirë po pandemia na ka stopu edhe neve, i ka stopu edhe nështa projekte edhe bilion që në botë. Që kjo ka qenë arsyeja që ka shku pak më ngadalë. Mund të na thoni deri ku ka arritën filmi të xhirohet, se unë e di, kemi parë edhe një trailer e keni më bë, po nuk publikohet tani për tani se është hala në proces derisa të shqyrtohet me palët e juve atje. Ku keni arritën edhe ku keni mngel edhe çka ka nevojë, çka ju nevojitet? Faktikisht është kryer një pjesë e xhirimeve, është edhe një shumë që kemi nevojë për përkëroje për me orë deri te përfundimi i projektit. Në film lun Arben Bayraktari, edhe e shumë aktorë tjerë, ka aktorë francez. Arbeni sigurisht ka luajtë te filmi Taken, te filmi Harry Potter, shumë filma ndryshëm po mënoj internacional, që ka marrë pjesë në projekte ndryshme. Është një pjesë e konsiderueshme, është punu në film, mirë po mbetet akoma. Në filmin sa personalitete luajn pa statista, do me thonë, njerëz që janë kryesor që duhen për shembull ata të tjenë non-stop në pjesë të filmit? Është Arben Bayraktari, masanena janë disa personazhe, faktikisht janë dy motra të binjoke, është nana tyneve që merr pjesë në film. Tash na shta me numra është pak problem me cek, po muj me thonë që janë goxha shumë. Deri sa orë planifikohet ai film të shfaqet për shembull në për kinemat botërore, mund të them? Na e kemi planifikuar dikon 1 orë 20 minuta, mirë po nëse folëm për minuta, po menoj që është shumë herët, sa i përket metrazhit filmit. Përcaktimet e vendit atje që lunin Kosova, po? Në lokacionet e shooting, po, ose xhirime. Po. Po, është një pjesë e xhirimeve është kry me një fshat, na e quajmë Gryka Krojmirit. Është një fshat i Drenicës, po është si komunë, kështu është në pjesën e Lipjanit, sa e di. Edhe aty ka qenë pjesa më e madhe, po mënoj gjatë luftës refugjatëve që janë përqendruar aty. Edhe aty është kryer një pjesë e xhirimeve. Sa keni pasur njerëz që ju kanë suportu, do me thonë njerëz që kanë ardhen edhe kanë lujtën, se çdo film që shfaqet në Kosovë, që i përket Kosovës, a keni njerëz që ju afrohen edhe ju suportojnë? Çfarë suportimi keni pas për njerëzve? Kur thu suportim, në çfarë aspekti e ki fjalën, logjistik? Në çdo aspekt, si të fillon nga materiale, nga njerëzit, nga figurat edhe artistat që janë të njohur në Kosovë me u bashkangjitën, ju kanë suportuar? Paraprakisht, nëse menon të rolet në film, është regjisori që merret me të Fatoni, regjia është pjesë e tina, po ajo është që ka caktu rolet, po menaj, ka shku sa e di ka qenë konkurs i hapur, sa i përket role, që është bë për zgjedhja, e nëse menon si audiencë kështu, për audiencë nuk ka qenë problem për atë pjesë, është kry filmi, e sa i përket suportit, kemi pas disa suporte, po për pas qendrës kinematografike të Kosovës, nuk është që kemi pas deri tash ndaj suport madh, mirë po për pjesën që na ka mbetë, që kemi me xhiru, për në orë deri te përfundimi i projektit, po menoj, sigurisht që presum me na përkrah. Sa është e lodhshme nga largësia që je në Vancouver, thuajse në ver je shumë larg prej vendit tonë,
menaxhimi dhe kurthimi këtyne gjanave sa është e lëshme për ty dhe sa po mundesh me ja dal? E lëshme faktikisht është goxha e lëshme se distanca sigurisht i krijon edhe aty problemet e veta, komunikimi është pak më pëmënaj. Komunikimin person apo fizikisht me njerëz ose dorë për dorë ose fytyrë për fytyrë është pak më i limituar në këtë, jo pak, po është i limituar. Sigurisht se distanca i ka dhe ato vështirësitë e veta i krijon. Atëherë publiku besoj që kanë dëshirë ta dinë se çdo gjë që bëhet është mirë dhe është një kënaqësi t'ju tregohet se ky është plani, ky është projekti, ky është traileri. Unë për vete kur e pash trailerin Umanita dhe thash o zot, tash kjo qenë ka me të vërtet xhirem hollywoodian me ato skenat e bukura, uji, më thave, ato gjëra që u zhytshin njerëzit aty, ishte një fenomen. Kur do të jetë ajo koha që ju do ta promovoni trailerin që njerëzit me të vërtet ta besojnë edhe ta dinë që ju jeni të bërë diçka të madhe, jeni të bërë? Paraprakisht sa i përket kualitetit filmit ato që bisedove, të ishta me tregu që si ne, si kompani Morea, jemi nominu për Oscar qysh në vitin 2016 me filmin Home Sweet Home. Pasandej projektet ndryshme kemi punu metrazhi gjatë, Faton Bajraktari, ose regjisori i filmit, është pjesë edhe e jurist filmit Evropian Berlin. Si kompani me projekte kemi shetit festivalet ndryshme në përbot. Trailerin s'po besoj që shpejti kemi me bo promovimi New York, po aja çka deshta me thonë e kemi kriju në ide edhe gjithë ata njerëz që menojnë që do të na përkrahin, ose ata njerëz që janë të interesuar për na përkrah, sigurisht që bashkë me idenë qysh mujnë me na përkrah, do ja dërgojmë trailerin e filmit dhe gjitha materialet që ai kemi për atë filmin. Ta që shfaqin interesin. Sa është e njoftune në shoqatat shqiptaro-kanadeze ky projekt? A keni zbërthyme në media për këtë plan programin që e keni edhe për financime, edhe për trailerin edhe për këtë filmin që jeni duke e bërë? Me qeni sinqert, nuk është që kom bisedu diçka ose që kom zbërthy, po mëna i kështu publikisht, me gjithse kom qenë disa televizione, media ndryshme kështu, po kryesisht për filmin Mala ato ditë, se ka qenë premiera filmit Mala. Mirë po tash është koha, po mënaj me punu të Kangjelet edhe sigurisht me informu sa më shumë bashkëdhëtarë. Ju përmenet edhe këto në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju dini edhe vetë që këto në Producer Club, këto në Broadway në Manhattan, shqiptarët e tonë gjithë vinë shfaqin pjesë të filmave. Çdo herë që vinë këto promovojnë diçka dhe rregullojnë, kështu që a do t'i keni këto ideat me ardhen këto dhe sado qoftë me promovu? Faktikisht na e kemi në plan me bë promovimin e trailerit edhe të projektit në ardhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në Manhattan. E kemi gjetë një mënyrë që shmujnë me na përkra, po sigurisht gjatë promovimit do informojmë edhe njerëz që do të jenë pjesëmarrës aty për mënyrën që shmujnë me na përkra të projekti filmit Kangjelet. Kështu keni bërë flajera, keni bërë gjana që për promovimet, për suport e këto gjana të keni përgatit? Po besoj që ka material mjaftueshëm sa i përket projektit Kangjelet. Okej. Tash të kam një pyetje, çfarë thot Kosova për ju? Për punën dhe projektet e juaja? Faktikisht neve Kosova, nëse e morëm si Kosovë, si shtet, si qeveri, pjesë qendra kinematografike e Kosovës na ka përkrahur neve. Na ka përkrahur me një shumë të konsiderueshme, që ata llogarisin si 50% e buxhetit filmit. Filmi Kangjelet është një projekt shumë i mirë,
shumë serios, që është punu shumë gjatë me mund, po edhe me sakrificë. Kosova, po besoj që rasarrinë me përfundu në kohën që ne po menojmë, Kosova bashkë me ne do jetë shumë e kënaqur me projektin tonë të radhës. Ashtu siç ka qenë dikur me filmin Home Sweet Home. E lash këtë fjallën për fond gati që ta dinë edhe publiku çka do me thonë fjalla Kangjellet. Kangjellet. Kangjellet, më fal. Në rast se e morëm si term Kangjellet, janë ato dritaret e vogla zakonisht e burgut që ndahen me ata hekrat mes ato pjesë të dritares që formojnë një dritare të madhe. Por në rast se e morëm letërsi janë dy anë e tregimit. Këtra dy anë të tregimit janë dy motrat binjake. Kur tham dy anë të tregimit është Amerika, shteti Kanadës pikërisht, edhe është Evropa, shteti i Kosovës, ose Republika e Kosovës. A që sa bukur e përmbyllë me këtë fjalinë shumë interesante. Për publikun tonë, deshta të dija një mesazh juaj, çka ju nevojitet? Aja që në nevojitet është përkrahje. Kur tham përkrahja morale sigurisht që nuk mungon, por në këtë rast, unë si producent i projektit, me gjithë se bara mbje gjitha mbi mua si arsem, po dhe ne si kompani Morea kem nevojë për një pjesë të hollave për me orë deri te përfundimi i projektit. Arrim shumë sinqerisht edhe shumë mënyrë drejt me ta thënë. Është një projekt që duhet më kry, është një projekt që është përkrah prej qendrës kinematografike të Kosovës. Është një projekt që po besoj do jemi krenarë edhe ne si kompani që kemi punu në tonë, po do jemi krenarë edhe gjithë si shqiptarë. Po ma mërë mendja, gjithmonë se shqiptarët e tonë, edhe pse janë largu vendit tonë dhe jetojnë me vitet të tëra në vendet të ndryshme të botës, kur vendin nuk e harrojnë, kur plagët e rana që i kemi pasën nuk i harrojmë edhe mundohemi që të shëndrojmë edhe t'ju tregojmë edhe rinis tonë, pasazhve tonë, që çka ka qenë, çfarë tortura kanë qenë në kombin tonë shqiptar, edhe me të vërtetë tonë jam shumë mirënjohës edhe jam shumë jashtëmos e mirënjohës që me sakrificat e juve në vendin ku jeni në vend huj, në dheun e huj, suportimi kuptohet se sa vështirë është me mbajt familjen edhe të shkon mendja që të bëjsh diçka të bukur për popullin tonë shqiptar. Kjo është vetëm një fenomen të në shqiptar që ne e bojmë edhe kështu që unë muj me të tanën të uroj sukses edhe i los të gjithë shqiptarë amerikanë që kanë dëshirë që t'i suportojnë të njerëz, ne të shkojnë në përfaqen tonë zyrtare edhe ne të kontaktojnë me personalitetin dhe ne të marrë informacione se çka kanë nevojë, çka kanë kërkesa për t'i ndihmuar, për t'i suportuar. Me të vërtetë se kem shqiptar që unë vetë kam has që më kanë thonë Noli kem dëshirë të ndihmojmë, por nga njëherë po zhgënjemi dhe kemi edhe frikë, kështu që me në njerëz të duhur unë kisha thonë vetë që sa të qoftë t'i suportojmë, t'i mbështesim edhe t'janë njerëz që ta çojnë, si thuhet një fjalë popullore, atë amanetin në vend. Kështu që për fund çfarë do të na thush Arsem? Për fund deshta mi përshëndet gjithë ata që na shikojnë. Posaçërisht kontinentin ku unë dhe ti jetojmë. Aja që më kështi me punu ma shumë këtë projekt, ka qenë arsyeja se unë faktikisht vetë jam këtu, vetë jam në kontinentin e Amerikës e në shtetin e Kanadas, po kam nevojë për përkrahje. Kam nevojë për përkrahje. Ata që shfaqin interesim, qoftë për atë projektit, qoftë, asë shprejnë edhe gatishmërim në përkrah, në të mundësit e veta sigurisht që mund kontaktu pas një teloshe. Aja që po du me thot ty Noli, unë shumë faleminderit ty për kohën, për mundin, për gjitha, po shpresojnë për më të mire. Atëherë pra,
Ishte kënaqësia ime që sot dishe me mu me qenë se edhe një ambient jashtit, po është ka një herë kënaqësia edhe ambientin e jashtit me shijue edhe në për studiot tona. Kështu që mirë mbeq dhe të faleminderit shumë që ishe pjesë e jona të Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çdo të mirë Noli, rraf, shëndet. Faleminderit. Për të nderuar shikues, kënaqësia jona me të vërtetë është që i promovojmë ta njerëz që kanë nevojë për suport edhe njerëz që me të vërtet donë adeon ton, donë të punojnë për adeon ton dhe kanë dëshirë të bëjnë gjëra të bukura për adeon ton, kështu që është mirë t'i përkrahim, t'i mbështesim, kështu që mundi me shku në faqen e Arsim Rexhepit dhe mund të kontaktoni me te edhe të diskutoni për më tutje se çka ka nevojë, çfarë suporti. Mirë mbeqi deri në emisionet e radhës në Noli TV në kanalin 39 dhe në Nimi TV në kanalin 249. Mirë mbeqi deri në emisionet e radhës.